Rej Manaj përikthehet në formën e tij të mirë në 4 ndeshje me Sivasporin te Liga e parë turke, regjistron 3 gola dhe 1 asist. Presidenti i klubit Burak Özçoban ka folur së fundmi për sulmuesin e kombëtares shqiptare. Manaj është mjaft I lidhur me klubin turk. Presidenti I Sivasporit ka zbuluar madje se 29 vjeçari dëshiron që ta mbyll karrierën si futbollist te Sivaspori, më pas të jetë trajner I tyre. Para se të vinte Rej Manaj më telefonoi dhe më tha: "E dua shumë Sivasporin, është familja ime, dua të vi." I thash se nuk mund t'i ofronim pak të lartë dhe qëndruam në kontakt. Kur ja tregova kushtet tona Rej Manajt, ai tha: "Ky është një projekt për mua, dua të tërhiqem nga futbolli te Sivaspori, dua të jem trajner te Sivaspori në të ardhmen." Rej Manaj është një mik që e do Sivasporin. Ne I mbajtëm të gjitha premtimet që I bëm dhe ai ka mbajtur premtimet që na bëri. Ai po punon dhe po I ndihmon shokët e tij, u shpreh presidenti I Sivasporit.